Edhe patjetër që unë e them gjithmonë, nahari që është sot është bërë gjithmonë prej fjalëve të prindërve të saj. Do të thotë fjalë të nanit edhe të babit që nuk mi kanë kursy asnjëherë, unë jam bërë kjo që jam sot edhe shpresoj se ëndrrën time më të madhe një që e kam është vetëm që t'i bëj ata krenare dhe me të vërtetë t'i shoh se ata janë të lumtur për mua. Diçka që unë e kam vritë edhe në përurimin e librit tim që e kam pas me 18 prill që e kam pas në shkollën time, edhe momentin kur isha gjatë fjalimit, edhe thjesht përballë kisha shoqërinë, stafin e shkollës, po dhe familjen, edhe në kryetërisht që qëndronin prindrit e mi, edhe me një moment thjesht ngela dhe thash okej, në herë deri dikon ja dole. Pas njëherë nuk e mendoj atë pjesën që kam bëm mjaft dhe tani të ndalja. Më shpeshherë e kam edhe si shaka me thonë kështu, sidomos me nanin, po edhe me babin që këta asnjëherë nuk më kanë thënë se jemi krenar për ty. Edhe arsyeja sepse nuk më kanë thënë, unë e them gjithmonë që është arsye shumë pozitive sepse kam frikë se mos më rritet mendja dhe s'të bëj këtu ku jam. Edhe kur përfundoi gjithë përurimi, gjithë organizimi